Situata brenda shtëpisë së Big Brother merr një kthes shumë të rënd pas komentit të Limit, i cili ndez një stuj emocionesh dhe tensioni. Një fjali e vetme mjafton që atmosfera të ndryshoj totalisht dhe që Alba të shpërthej emocionalisht përpara syve të të gjithëve. Komenti i bërë ndaj saj, ku ajo ndihet e fyer rënd dhe e ulur si femër, e godet Albën në një pikë shumë të ndjeshme, duke e bërë të humbas kontrollin mbi veten. Menjëherë pas këtij momenti, Alba shfaqet jashtëzakonisht e tronditur. Reagimi i saj është i fortë, i ngarkuar me nerva, shkënjim dhe mbledh. Ajo ndihet e poshtëruar dhe e sulmuar publikisht, jo vetëm nga Limi, por nga vetë situata në të cilën ndodhet. Emocionet e saj dalin në pa dhe shihet qartë se ajo nuk arrin më ta përballojë presionin që po përjeton brenda shtëpisë. Gjendja e Albës përkeqësohet nga fakti se ndodhet në vëzhgimin e kamerave dhe të banorëve të tjerë, të cilët janë dëshmitar të shpërthimit të saj emocional. Ajo ndihet e pambrojtur dhe e ekspozuar, sikur çdo fjalë dhe çdo reagim i saj po gjykohet. Kjo e bën situatën edhe më të rëndë për të, duke i shtuar ndjenjën e izolimit dhe padrejtësisë. Pas këtij komenti, Alba shprehet e vendosur se nuk mund të qëndrojë më në atë ambient. Ajo ndihet e thyer psikologjikisht dhe e lodhur nga përplasjet e vazhdueshme. Mendimi për t'u larguar nga Big Brother bëhet gjithnjë më i fortë, pasi sipas saj, kufit e respektit janë tejkaluar dhe ajo nuk ndihet më e sigurt emocionalisht brenda shtëpisë. Ndërkohë, tensioni përhapet edhe tek banorët e tjerë. Disa mbeten të shokuar nga ajo që ndodhi, disa përpiqen ta kuptojnë situatën, ndërsa të tjerë e shohin këtë moment si një nga skenat më të rënda deri tani. Atmosfera bëhet e rëndë, bisedat ndalen dhe gjithçka përqendrohet tek gjendja e Albës, e cila duket se po kalon një nga momentet më të vështira të qëndrimit të saj në shtëpi. Alba shfaq shenja të qarta të shpërthimit emocional. Nervat, lotët dhe zemërimi ndërthuren mes tyre, duke e bë reagimin e saj edhe më të fortë. Ajo ndjen se është trajtuar padrejtësisht dhe se askush nuk e ka mbrojtur në atë moment. Kjo e shtyn edhe më shumë drejt vendimit për t'u larguar, duke e parë daljen nga shtëpia si të vetmen mënyrë për t'i shpëtuar kësaj situate. Nga ana tjetër, komenti i Limit kthehet në qendër të debatit dhe shkakton shumë reagime brenda dhe jashtë shtëpisë. Disa e shohin si një provokim të rëndë, të tjerë si një fyrje të papranueshme, ndërsa për Albën, ai mbetet një moment që e thyen emocionalisht. Ajo ndjen se ky koment e ka kaluar çdo kufi dhe ka prekur dinjitetin e saj personal. Situata mbetet e tensionuar për një kohë të gjatë. Alba vazhdon të jetë e acaruar, e mbyllur në mendimet e saj dhe e paqartë për të ardhmen e saj në Big Brother. Vendimi për të dalë nga shtëpia qëndron pezull, por gjendja e saj emocionale tregon qartë se kjo ngjarje ka lënë një gjurmë shumë të thellë tek ajo. Ky moment shënon një nga episodet më të forta dhe më të rënda të këtij ed.